Artan, se ju pas ka kthy një përgjigje vetëvendosja Lumir Abdigjiku ose LDK-s. I pas ka thonë është propozim jo kushtetues. Se kum lexua lokejt, se tash pas ka ardhur, po çish mundet me ka propozim jo kushtetues një kërkesë ku i thot hajde se po ulmi edhe po partia dialogojmë kështu ishte, po dialogojmë të gjitha partitë shqiptare. Partia që ka shkel kushtetutën ja 12 herë, po edhe do ligje priten me shkel edhe një 12 herë tjera, po brengoset për shkeli kushtetuese, shihet ti. Do të thonë çat pikë marrë, ku lëvizja vetëvendosje sot një propozim ne e mbron kushtetutën. A keni pa, do të thonë këta të VV-s, ma shumë për promovojnë ashëm thaqën kohën e fundit edhe kushtetutën edhe ligjet të mundu me mbrojt pozicionet të tyre politike. Po, për shembull, siç ka thonë presidenti Thaçi, siç thuhet në akt vendimin ku, do të thonë, ma shumë për promovojnë ata lishmërinë e kushtetutën kishe, për me mbrojt pozicionet të tyre politike. Kjo është farcë, nuk i beson më kërkush. Kushtetuta edhe lëvizja vetëvendose janë antipod, janë planete të ndame. Edhe nuk i beson askush. Ata du të me pranu rezultatin e zgjedhjeve të zanë, me pranu që këto zgjedhje kanë dalë të partë, po s'ka qare. Kuptimin me u ullën në thash, Albin Kurti ka hi në një kurs intenziv për demokracinë, hyrje në demokracinë, parlamentarizëm, dialog, kompromis. Nuk ka rrugë. Ai mundet me bloku, nesër ka me ardhë garant me naj propozim që ka zi dejona në ato paradhomat e lëvizjeve vetëvendosje, e ku janë të marrë në qafë të ngëratin avni deharin, nesër ka me ardhë, veç për kapin skriptin, për marrën skriptin e parlamentit, për shtym pak ma qanej, për marrën skriptin e dejonës, unë zdi pësë më vjen dejona mullë që atë krejt. Spedia din që edhe veç për qel, i ngëratin për herë, kalon gjysë fakultetin teknik. Kështu që po besoj që edhe këtë kurs Unë besoj që këti kursi kam i shku deri në fund se nuk ka, ai nuk e ka shumicën parlamentare. A në kurpini këto argumentës, do më thonë, argumente që na Albolina ka marrë kaq shumë vota. Falë, po këtu ka regula, po kuptan. Edhe Hillary Clinton i ka fitu zgjedhjet në votë të përgjithshme në Shtetet Bashkuara. Ka gjasave mi u bind ju e partive tjera që me bo një kompromis me zgjedh Albolina Gjiu? Në pozicioni PDK-s është shumë i qartë. Jo 11 herë, jo 100 herë. Nëse ndodh që kjo konsideroj që është betejë e madhe e fituar edhe 1000 herë me ardh Albolina Gjiu nuk kalon. E kam shumë Facebook, është një rast Shtetet Bashkuara të Amerikës 1800 diçka, ku një person bëhet kryeparlamentar mas 318 tentimeve. Albolina mundet me thy këtë rekord Guinness edhe botëror, po kryeparlamentari nuk ka më bë. Do thonë zoti Kurti do të me heq dorë edhe me pru elita racionale plus xhen. Kjo është një degradim mrena lëvizjeve vetëvendosje. Prandaj e merr një kalibër të Glaukon Juftës, një personalitet që e gëzon me gjithatë një respekt mrena grupe parlamentare, mrena shoqërisë Kosovës, mrena gazetarëve dhe shoqërisë civile, edhe mrena korit diplomatik, edhe prej një figurit të tillë, zbret të një figurë përçartëse, e cila është epicendër e dhunës ndaj institucioneve përmes hedhjes gazit lotësjellës, përmes naljeve të fondeve për mbrojtjen e krerët UÇK-s edhe 10 skandale të tjera. Pra, kjo nuk është një degradim vetëm për Kosovën, të cilën na nuk e pranojmë, po kjo është një degradim edhe për mrena lëvizjeve vetëvendosje.